Mirë se erdhët në duelin ndërmjet Golden Eagle Yllit dhe Vllaznimit, dy skuadrave që ende nuk din për fitore si vjet pas dy gjirove të para dhe sot për njërën nga këto dyja do të jetë e treta e vërteta. Me njëherë atje për top. Jon Ismaili në sekondën e fundit për mrekulli atje me kthim. I shkëlqyeshëm në dy duelet. Ajër e fiton Gzim Morina. Allen deporton deri në fund dhe realizon. Allen edhe një herë deportim deri në fund për 6-2. Samir Zekici pulpën, muskulin e pulpës, gastrocnemiusin, shërim atje. Allen kërkon, sa bukur atje Anej, mirë po, topin e dëbuar, shumë lehtë. I shmangët presingut, Gzim Morina nga pozita e ti në toku për plas, por Jon Ismaili e vjedh topin për Anejn, i cili e ngulit atje dhe përgjigjet për Hafmanin, i cili shkon edhe një herë, është jashtëzakonisht më masiv se Anej. Vitin 2021 3 trofe, ligën unike, kampionatin dhe superkupën barkombëtar. Çfarë lëvizje fantastike nga kapiteni. Pick and roll atje për Jon Ismailin, Warwick. Dhe edhe një asistimi Jonit të ri, është asistimi ti i dytë për treshën e partë të Vllaznimit. 19-9 rezultati. Vjen përgjigje Trevon Allenit. Tek Warwick, Reed edhe një herë dhe Warwick sa radhe. Jon Ismailin bukur shkon topin anën tjetër. Reed i kryon vetës hapsin. So bukur si me magnet ja vjedh këtë top kundër sulmi shpejt. Colimerio për mrekulli, bon slalom dhe shënon. Dhe një primet më të merituarve që minusi prej 13. Opala! Vjen edhe treshja. Rezultati 29-27, seri prej 0-9. Por posa u inkuadrua në lojës. Dasyla e kthen te Koshi, i cili bombardon dhe në treshën e Allenit përgjigjet me treshe për 34. Me 30, mirë po nënën tjetër shumë i nxehtë. Bashic është kthyer në lojë, lufton atje Hoffman me Dedushen dhe realizon, e kap këtë top kundër sulmi shpejt. Warwick tenton dhe me treshe. Rezultati në vetëm 1 pikë. Mbrojtje zonale tani, deporton Reed. Dhe e përsia e parë. Edhe një herë e kërkon pikun. Dhe shumë masiv Hoffman atje, vështirë është që të ndalet. E përmirëson Trevon Allen. Çfarë blokade atje, ja teron Hoffman. Sa bukur Larry Thomas në thellësi, Brandon Hoffman. Warwick pranë Çallakut me një hap prapa atje për mrekullim. Dueli 76-75, Vllaznimi u kualifikua në finale dhe fitoi, ndërsa mbrëmje fantastike futbollistiko-basketbollistike në anën tjetër. Krahu i djath atje deporton dhe mbi Liz Shoshin realizon, lufton Liz Shoshi me Jon Ismailin. Mbi të gjithë atje edhe një herë Trevon Allen. Shumë i lëvizshëm është Colimerio në anën tjetër te Warwick, i cili bombardon dhe treshën e realizon. Është kjo e përsia maksimale prej 3 pikëve, mirë po me një herë Bashic në anën tjetër e përsis. Jon Ismaili dëbon topin atje, mbetet me Gzim Morinën dhe treshe tani për të rikthyer përsin minimale. Presion në Allenin dhe të mbyllët atje Gzim Morina nga pozita e tij. Barazon dramatike dhe fenomenale mes këtyre dy skuadrave, sikur se vitin e kaluar Reed. Dhe Dasyla kemi një mismatch, një ndrim të gabueshëm të lojtarëve.
Në thellësi, në brendi, afron rezultatin në 65-66 pas një kohe të gjatë atje. E pati dhe ju nuk e preka, nuk pati foul. Tentimi i Gzim Morinës në anën tjetër, kapiteni me 2 treshe. Ndeshje ngusht, Brandon Hoffman, nuk ka atje të këti dueli jashtëzakonisht interesant, tash po përsëritet seria e rivalitetit të edicionit kaluar. Nëse shënon, Warwick do të ketë time-out. Ingath aty pak Larry Thomas gabon, megjithatë del në anën tjetër. Larry Thomas i krijon vetes hapësi dhe realizon treshën. Edhe pse ja vjedh topin, Ronda Syla depërton deri në fund. E vjedh këtë top. Shkon me sulm të gjatë, Kollimerio është pranë tij. Edhe një top i vjedhur nga Warwick. Shumë thjesht, nuk e komplikon për 80-73. Time out. Skuadrës Golden Eagle Lyllit. Warwick me treshën e tij të gjashtë afron rezultatin. Edhe një top i vjedhur, Reed e vjedh topin kundër sulmi shpejt. Kollimerio depërton dhe realizon 80-78, i cili ka 6 treshe nga 7 tentime. E huqi. Reed tenton për dyshe, realizon 82-80. Warwick depërton, tenton. Për pakso nuk realizon dhe ndeshja me fitoren e Golden Eagle Lyllit në mënyrë dramatike përfundon 84-82. Adhurues të basketbollit shumë shpejt do të jemi me intervistat e të dy trajnerëve.